Sëmundja e murtajës është prapur me ritme alarmante në territorin e bashkisë Shkodër, duke shkaktuar dëme të mëdha për fermat blegtorale në zonë. Vetëm në fshatin Trush, 80 krerë dele kanë ngordur brenda pak ditësh në fermën e familjes Qokthi, e cila tashmë ndodhet përballë një tjetër goditjeje. Autoritetet po përgatiten për azgjësimin e 200 krerëve të tjerë për të parandaluar përhapjen e sëmundjes. Ju kena thirrë për punën e deleve, se këta kanë ndërë me sëmundjes, edhe janë bërë analizat, janë 200 ta kokra, 200 ta të shtatë, nuk e ditë saktë, da kanë copë, atë janë fush, janë grupos, në kena grupe, në kena tana. Kanë ndërë me sëmundjen e motajs, se nga ka ardhë, pas në zdina, fush, edhe nuk dihet gjatë, sot dje kanë marrë vendimin për marrë me mytë për sot, nuk e di morali, saktë se kur vit, po do t'i mysin edhe të shnoshtat, edhe të doptat, se nuk dihet që mos, që në doktorave nuk dihet se cila e ka marrë edhe cila se ka marrë virusi. Dëmi ekonomik që ka pësuar familja Qokthi llogaritet në mbi 55 milion lekë të vjetra. Fermeri thotë se i është shkatëruar mundi 3 dekadave punë dhe i bën apel shtetit që të ndërhyjë sa më parë për ndihmë dhe kompensim. Dëmi ekonomik është llogaritë 280 dele janë paktën 40-20 milion lekë dëm. Me një mu, në jena tonë të u, vëllai është me babën janë aksioner kryesor, ata kanë 80%, me një mu se ai është i krym punë. 30 vjetë punë, i kanë shku me në 10 ditëve, 15 ditëve, që mund kënë fillu ja punë, i ka shku të tana bësh. Në kërkojmë që të paktën minimumi për shtetit, i ka që të mysin, vetë shteti, i ta me nëjë kompensu. Okej, që kanë cofë. Që janë me numra, duhet me nëjë kompensu. Duhet me marri vendim për këtë punë, që kja për jashtë ka ardhë, nuk ka ardhë për i me kja s'punë. Dhe me thonë shteti që e ka leju me hi delen e infektume, jo me fut tuba, me ka 200 dele për shumë për i Gresijet, për i Macedonijet, se kja është s'punë që ka ardhë për i Macedonijet, nuk ka ardhë për i Gresijet. Sipas vetë fermerit, origjina e përhapjes së kësaj sëmundjeje është e huaj. Ai pretendon se murtaja ka ardhur nga Maqedonia e Veriut dhe nga Greqia, përmes kafshëve të sjella në mënyrë të pakontrolluar në vend. Ndërkohë autoritetet veterinare lokale kanë nisur procesin e dezinfektimit dhe monitorimit të zonës për të izoluar vatrën e infektimit dhe për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të sëmundjes.